Edi, pëndu i ka pas 2 lëvizje me 2 qika të ndryshme në fakt. Edhe Edi vish me anisën mos me simbol, se para marketingu të përmendim, veç ato në shave se hajde komentoj e Blerin kolega ime e qetë, se dashër shumë e komentu qatë pjesë. Po, është komentu shumë një foto që ka qita Anisa me një suksese besti, ku i ka thonë Edit si Mitch, i ka referu, edhe është komentu shumë në rjetë nëse qysh e ka konsideru si besti, sepse është folë në rjetë, është kam publiku foto, mendoj që kam pas lidhe në gogja hapta zi, edhe tashme ka kalu në besti, po që unë që ka e vrejta është se nuk janë as follow me zvete, ndoshta jo mbo masi që ka hi në Big Brother, po ka qenë ndoshta vesh taktike Anisës me rikëthy në ashta në vëmendje pak, po që u do këshin bukur bashku, do këshin tepër bukur. E në të njëtën ko Edi në shtëpi qysh prej momentit që ka hi, është duke ju vërsul, po them pak vajzave, është e para Dolce që dje është komentu shumë në momentin ku ajo ke të marrë të bo dush edhe... Ishtë në alë këqërka, e pat. Pa fajs të Dolce në këshësha edhe onë. Shumë e bukur. Në ndryshe trupe. Pajtojmë që është Dolce e bukur. Unë e të spajtojmë i kur, po Dolce a mbetet e bukur. Jo, e sinqer e shumë e bukur që i ka. Shumë e qetë, shumë... Mandej ka pas disa komente me e kanë folë për fetishet e tyne që i kanë, bia ju afru të qafa ku i tha që i ka fetish. Sa to kanë qenë pasorës 12 vjetë. U pa të boni ko a gënë gjithdo me njës që visha, o janë puf, janë puf. Dhe me thonë që atë javë vëren, u pa të mpuf krejt qifte që kanë pasë. Edhe këto nëse ditën e dytë kanë fillu me shërgjana. A dëgjova që diçka dë pufje dë përqafime? Preket shumë të afrta mes bijës edhe mes Edit t'ja dëgju fetishin parfumi njën tjetër, por preket shumë me afrta. Direkt i tha, bu do me mutha, që po ma floesh Edi bijës, edhe ajo i tha ju, sepse kjo gjatë tërkuas timin e duanit ja që të kënë ftyrë, edhe i tha kjo nënkuptën diçka tjetër nga vendi që unë e vi, qka nënkuptën... Nuk e di, në Rumanita nuk e di. A pëta gjutymin, qka i bjanë? Se do në pash si gjë, nuk e di. A për të ndikosh njarë? Ka, s'pedene, kështë s'keni një kord, më thonë, ku po jetoni jo, me ta qitë timin, se të qka i bjana, se keni një kord. Dëshiron me bë marrëdhënie seksuale. Me të i kalu bukjen. Me të i kalu bukjen. Po, me të i kalu bukjen. Ajo ke, kjo. Gjujtë ty me. Po ku përdjen të Agnes bashkë të? Sepse ne jetojmë jashtë atyre hapësirave tua. Ju jeni gjenerata që TikTok-u që jeni veç këto. Po do dojmë të rinjet halo. Ate qka? Te këptan, 6-7, se që shtë të në këptani ju këto reale. Apo, qka dosha me tonë është edhe një... Bambini, që shpëjon do, bananini, alfajler. A vishën që mosh me vrejt për shambull që e ka djallin shumë të rinë mosh, se ja i për cilë keq të gjona. Po djalli jam u bo për martes, që jam të u bo. Po, për ndushe veç lirë më përmend, edhe një deklarat tjetër e Bia Khalifës djetë që ta e kom shak Johnny Sims. Kush është taj? Ajo është atë kalëzojurë në që është një njëri që punan shumë i shkreti, ka shumë profesion. Punan shumë për familje. I dronë në shdo të profesionet. Që që këmë pa në Facebook që... Dhe pasion, ato grupit e gronë. Sa like shkojnë për torë. Nuk votë. Për një maja e festën një maja së shumë. Oha, krejti një do që se edhe të që se pëndohë. Po kush është taj, po pysit njerë. Qeni Marcel, unë që është e një nuk i, unë e trekova kush është taj. Ja, një herë e patën qitë së që Oha. Me thirë verës ka Shqipnia, së më ka shumë probleme zjore. Kush është taj, ngali? Ne një do shumë pëndohë. Përshimi që i kena hidraulika në ato. A këllesë. A një lista është. A ki batë vërshime në banes të onde, a? A ka pas nevoj për vërshime. I bojnë beso probleme dhe vërshime, ti bojnë. Kush është ta i Verina? Oha. Ajo është aktori filmave për të rritur, për ndryshe. A boa. Venime. Qa ta ka dojtë e grupi grave për getë. Juna ja bëj ishim gajde. Që shë këtë me pasin që si burri që i puna 7 përnajt, i more shpe.
Oha. Ama për një me të ishin ëndra i shdo fem në i punën s'disa punë. Shok i ngusht i Bia Kalifës. A shok i ngusht i Shok i mirë i bios, po e vërtet. Bios të Rumanisë. Bios. Ama din që ma tërheku për mendjen